i bie telefoni e thot, e hapi telefonin, e thot, jam Erdin Shaqiri, vllai Gjerdan Shaqiri, tha na të kena pa ndeshjen me kombëtaren e Unisenjishit për Maqedoninë. Po. Ka qenë 2 muaj para kam luajtur me Laç, te qyteti Laçit te stadiumi miqësore ka qenë. Tha na të kena pa, tha përmes një skautit, tha, edhe kena dëshirë tha mu taku, tha besoj tha javën tjetër vim Shkup. E unë i thash, ja, më thash, mos bëni ai gare, thash, thërre diku tjetër, thash, se të e bo analizën, Gjerdani në atë periudhë ishte të Bayerni, edhe të merr vllai vet telefon me transferu, nuk ishte e kafshme, ja kupton. Jo, tha, okej, tha, në javën tjetër, tha, jena këtë ditë, tha, këtu, tha, presmi mu taku, edhe thash, una prap nuk i besoj, ja kupton, thash, okej, në rregull, unë jam Tetov, Shkupi është 40 minuta larg edhe takomi. Po te kompania e Erdinit, do me thonë Esha, që është një djali Tetovës, Arbër Sakiri, do me thonë, edhe unë masanej e kam lidhë situatën, se e ka pas edhe shok në Tetov që ka pyet shumë për mu. Okej, të kanë këshyrë edhe e ka pa ndeshjet, normalisht erdhi edhe takimi, që mus personalisht nuk mu besonte, edhe pastaj në atë takimin e parë mi kanë sjell 2 oferta. 2 oferta nga Zvicra, ka qenë FC Vil, ka qenë edhe FC BLB.